Pandora, pas humbjes së shpatit, kishte ditë kur ndihesha krejt e humbur dhe pa forcë për të vazhduar mëtej. Në atë dhimbje, ti u bëre drita jonë. Fal zemrës tënde, Roeli vazhdoi terapinë e stimulimit dhe që erdhe në Gjilan. Dhe sot po dëgjoj zërin e tij çdo ditë e më shumë. Nuk mund ta përshkruaj emocionin që ndjej sa herë dëgjoj të flas, sepse di që pa ty, kjo rrugë do të kishte qenë shumë më e vështirë. Do të jem gjithë jetën mirënjohëse për dashurinë, kujdesin dhe mbështetjen që na ke dhënë në momentin kur kishim më shumë nevojë. Të duam shumë, Selvia dhe Roeli. Pajtoheni me mu që duhet ndonjëherë të publikohen sendet e gjanat. Nuk u pajtova as vetëm me tonë që nuk ban mu publiku, po duhet diçka. Në këtë raste, për shembull, ku faktikisht unë e di që ata janë afër teje, janë Gjilan, janë bashkë me ty, domethënë